Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 15 nga mësimi në Shqip. Në këtë tutorial do të mësojmë disa koncepte të reja mbi metodat që janë parameter modifiers. Parameter modifiers janë disa llojesh. Dhe kemi out modifier, kemi ref modifier dhe do flasim dhe params modifier. Le të fillojmë me out modifier. Supozojmë se ne duam të krijojmë një metodë e cila do mbledhë dy numra dhe do kthej rezultatin, por me një kusht, e cila ky kusht është që metoda të jetë void, pra të mos kthej vlerë. Me qenë se metoda add do marrë dy parametra, kemi double x, double y. Tani për të përcaktuar se si do dali variabla, e cila do jetë variabla shuma, specifikojmë një parametër të tretë dhe vendosim double shuma, por para double do kemi out. Dhe shkruajmë shuma është e barabartë me x plus y dhe në fund return. Është kaq e thjeshtë. Pra çfarë kemi bërë? Kemi thënë se kjo metodë add do jetë void, pra nuk do kthej asnjë gjë, por ka disa cilësi. E para do marrë dy parametra që do hyjnë brenda kësaj metodës, të cilat janë x dhe y, dhe kemi edhe një parametër tjetër i cili përsëri do të hyjë brenda metodës, pra është ky variabli shuma, dhe pasi do hyjë brenda metodës, shuma do marrë vlerën e x plus y, dhe me out keyword kemi përcaktuar që përsëri ky variabël do dalë nga metoda add. Le ta shikojmë konkretisht se si e përdorim këtë. Console.writeLine. Le të shkruajmë një mesazh përdorësit. Ju lutem i jepni numrin e parë, po them. Pra çfarë kemi bërë këtu? Kemi krijuar dy variabla të cilat janë të tipit double dhe i kemi marrur nga përdorësi. Pasi këto variabla i kemi marrur nga përdorësi, do gjenerojmë shumën e tyre me anë të metodës add. Dhe për këtë duhet të deklarojmë një variabël tjetër double, sh, për të ruajtur shumën. Po e vendosi emrin sh në mënyrë se të mos bëhemi konfuz me emrin e parametrit që kalohet tek metoda. Dhe shënojmë emrin e metodës që është add, me qenë se metoda është void, pra nuk do kthej asnjë vlerë, nuk do e barazojmë me asnjë gjë, thjesht do thrasim emrin e metodës. Tani kjo metodë, po ta shikoni, kërkon dy parametra double, x, y që janë vlerat konkrete, dhe parametri 3 do jetë një out double shuma, që në këtë rast është out sh. Në momentin që specifikojmë që ky variabël do jetë out, pra do dalin nga kjo metodë, përsëri edhe këtu duhet ta vendosim keywordin out. Pse? Sepse ky variabël sh do vi tek metoda, do kaloj si parameter list, do hyj brenda metodës, do marrë vlerën e x plus y dhe përsëri do dali nga kjo metoda, dhe vlera që është te kjo shuma do vi dhe do i bashkanxitet sh-s këtu lart. Tani mund ta printojmë dhe një mesazh. Shuma është sh. Le të ekzekutojmë programin dhe shikojmë. Ju lutem jepni numrin e parë. Ju lutem jepni numrin e dytë, vendosim dhe një numër tjetër. Dhe po të shikoni shuma është kjo vlera këto. Pra çfarë ka bërë? Ka marrë dy vlerat nga përdorësi, kemi deklaruar një variabël sh, pastaj kemi kaluar te tre si argumenta dhe veçantia qëndron në faktin se të dytë parët vetëm hyn në metodë, ndërsa i treti hyn, merr vlerën konkrete dhe pastaj del nga metoda dhe merr këtë vlerën këto. Tani po sikur këtë ta bëjmë comment, çfarë do ndodhë, do ekzekutohet programi. Ja po ta shikoni, kemi një error. Dhe çfarë thot ky error? Ky error thot që nëse ke një parameter i cili është i specifikuar me keywordin out, ai automatikisht duhet që të inicializohet me një vlerë brenda kësaj metodës. Dhe në rastin konkret nuk i kemi inicializuar me asnjë gjë sepse i kemi bërë comment, pra kjo do injorohet nga kompilatori. Dhe në këtë rast nuk ekzekutohet metoda fare, nuk ekzekutohet fare programi, sepse është logjike që ky parametër të marrë një vlerë, për arsye sepse ky do kthehet dhe do dali përsëri nga metoda, dhe nuk ka se si të hyj si variabël dhe të mos marrë vlerë dhe të dali përsëri nga metoda. Është e palogjikshme. Prandaj është krijuar kjo që
domosdoshmërisht ne duhet ta inicializojmë me një vlerë. Nuk është të thënë që një metodë e cila ka out parametër të ketë vetëm një, mund të ketë edhe më shumë se sa një. Ja, për shembull të vendosim dhe një out parametër tjetër, string message po them. Dhe në rastin që ekzekutohet shuma është e barabartë me x plus y, duhet bëjmë ose duhet gjenerojmë një mesazh që shuma ose mbledhja u krye me sukses. Tani këtu duhet kryejmë një string tjetër, po jap emrin m, e kalojmë përsëri dhe këtë si out m. Dhe tani përsëri këtë ne mund ta printojmë me një console write line dhe këtu vendosim vetëm variablin m. Po të ekzekutojmë programin, përsëri japim dy vlera. Shuma është kaq edhe mbledhja u krye me sukses, sepse edhe variabli që është i tipit string message do hyj brenda kësaj metode, do marrë një vlerë të caktuar dhe përsëri do dalin nga metoda. Pra, ky është përdorimi i out keyword. E bukur e kësaj është sepse ne madje mund ta kemi metodën e cila do kthej double, dhe unë po them dua një metodë e cila do kryej një sër veprimesh në të njëjtën kohë. Le ti modifikojmë të gjitha dhe po them kryej veprime matematikore. Japim emrin metodës. Dhe çfarë do marrim nga kjo metodë? Mund të marrim diferencën, mund të marrim shumën, mund të marrim raportin dhe mund të marrim prollimin. Out double, po them diferenca, po e shënoj me diff. Out double, raportin po e shënoj me raport, ndërsa kemi dhe out double prollim. Le të rregullojmë këto dhe ja po të shikojmë tani. Kjo metodë do marri dy variabla double dhe pastaj do na gjeneroj diferencën, raportin dhe prodhimin, ndërsa tek returni do na kthej shumën, return shuma. Ja, këtu duhet ta deklarojmë këtë shuma është e barabartë me këtë, le të fshijmë mesazhin dhe do themi diff është e barabartë me x minus y, do themi raport është e barabartë me x ndaj y dhe prollim është e barabartë me x si shumëzon y. Pra, po ta shikoni vetëm me një metodë kemi kryer pothuajse veprimet kryesore matematikore. Dhe si e zbatojmë këtë metodë? Këtu tani na duhen disa variabla, një për shumën, një për diferencën, një për prollimin dhe një për raportin. Po i shënoj shkurt dhe le t'i rregullojmë dhe themi shja është e barabartë me add, duke qenë që add, më falni sepse kemi ndryshuar emrin, kryej veprime matematikore. Duke qenë që tashmë kjo metodë na kthen një double, e barazojmë me shën e cila qëndron për shumën. Dhe tani po të shikoni na kërkon po të njëjtat parametra siç i kemi më poshtë. Edhe do shënojmë x, y, out d, out r dhe out p dhe jemi në rregull. Tani shumën e ka marrë tek returni, ndërsa të tjerat i ka marrë me out keyword. Dhe i printojmë se cilën me radhë. Po them 0. Le ta kopjojmë këtë. Këtu do kemi sh, këtu do kemi d, këtu do kemi p dhe r. Le të ekzekutojmë programin dhe do shikojmë. Duket i komplikuar në pamjet e parë, por nuk është as pak i komplikuar. Ta zvoglojmë këtë dhe vendosim numrin e parë. Vendosim numrin e dytë. Dhe ja tani kjo është shuma, kjo është diferenca, kjo është prolimi dhe kjo është raporti.
Pra shumën e ka marrë me anë të return statement, ndërsa të gjithat e tjera i ka marrë me out keyword. Pavarësisht se kjo gjë nuk është e rekomanduar, unë thjesht e bëra sa për të ilustruar fuqinë e out keyword. Sepse kur duam të bëjmë veprime matematikore, është mirë të krijojmë një metodë për secilin veprim dhe të mos përdorim out keyword, por të përdorim me return. Tani le të fshijmë këtë dhe të shikojmë një koncept tjetër i cili është ref keyword. Le të kalojmë te slajdet për të parë se si funksionon ref keyword ose ref modifier. Po të shikoni te ky slide, kam vendosur një temë e cila është shumë e rëndësishme që të kuptohet në detaje, dhe kjo është pass by value. Çfarë është pass by value? Supozojmë që kemi dy metoda, main dhe një tjetër e cila quhet change value. Metoda e dytë, qëllimi kryesor i saj është që të marrë një variabël të tipit integer x dhe të ndryshojë vlerën, asgjë më shumë. Dhe po ta shikoni çfarë kam bërë. Kam krijuar një integer x barabartë me 78 dhe kam ekzekutuar këtë metodën. Dhe si argument kam vendosur x-in. Tashmë ju do mendoni me sen se kjo metoda do marrë x-in, do shkoj këtu, x-i do kaloj, x-i do marrë vlerën 32 dhe kur bëjmë write line, x-i tashmë do jetë 32. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk funksionon kështu. Pse nuk funksionon kështu? Sepse nëse ne kalojmë një të dhënë ose një variabël e cila është value type i kemi sqaruar dhe një tutorialin tjetër me përparan, besoj është tutoriali i dytë, diçka e tillë, por janë gjithë ato variabla ose ato tipet dhënash që janë struktura, janë integrat, janë double e kështu me radhë, kemi bërë dhe me përparan. Gjithsesi do i shikojmë edhe më vonë kur të flasim edhe për disa koncepte të tjera. Por për momentin mbani mend se value types janë këto dhënat kryesore që përdorim ne. Jo stringjet. Stringjet janë klasa. Lëreni stringjet me njëan. Pjesa tjetër që njohim ne të paktën janë value types. Këto value types kanë një mënyrë të kaluarit në metoda të veçantë. Sepse kur kalojmë emrin e metodës këtu si argument, në realitet nuk kalon vet x-i, por kalon një kopje e x-it. Pra në këtë moment kur ekzekutohet metoda, nuk kalon x-i si variabel, por kalon një kopje e x-it e cila është 78 dhe gjenerohet direkt në momentin kur thirret metoda. Pra zërni se u gjenerua një kopje e x-it që është 78, u thirr metoda, kalon kjo kopje dhe kur themi x është e barabartë me 32, realisht nuk është modifikuar ky x-i këtu lart, por është modifikuar kopja. Dhe kur bëjmë write line, x është i pandryshuar sepse gjitha këto veprimet që kemi bërë janë bërë mbi kopjen e x-it. Por ne nuk e duam këtë. Pra duhet të mbani mend që pass by value gjithmonë kur kalojmë si argument një value type, gjithmonë gjenerohet një kopje dhe kalohet një kopje. Jo gjithmonë është e mirë kjo sepse kemi të dhënat që mund të jetë shumë të mëdha dhe imagjinoni ju të krijojmë kopje, po them të 1000 rekordeve ose 1 milion rekordeve, ku diun dhënave shumë të mëdha. Do ishte një humbje shumë e madhe performance. Dhe si rezultat ne duhet të gjejmë mënyrat e tjera që t'i kalojmë këto parametra ose në këtë rast argumentin x. Dhe çfarë bëjmë? Kalojmë tek slajdi i dytë dhe do shikojmë që çdo e dhënë, në këtë rast kemi marrë një integer x, ka dy cilësi. Cilësia e parë është që ka një vlerë, në këtë rast është 65, dhe e dyta, vlera e këtij variablit ka një adresë. Pra në memorie ekziston një adresë, në thojza po ta shojmë një katror memorie të hapur, i cili ka një adresë dhe brenda këtij katrorit në memorie ka një vlerë konkrete që në këtë rast është 65. Këto adresa gjenerohen në mënyrë të rastësishme nga kompjuteri, nuk e di se si është algoritmi i gjenerimit të këtyre adresave, por e rëndësishme është që këtë e bën sistemi vetë dhe ne po supozojmë që kemi një adresë të këtij tipit A52411FF. Pak a shumë këto janë trajtat e adresave në kompjuter. Ne gjithsesi nuk do merremi me adresat fare sepse nuk kemi të bëjmë me to. Por ajo çfarë na intereson ne është që kur kalojmë një variabël x si argument, ne nuk duam që na gjenerohet një kopje dhe si rezultat do ishte më mirë që ne në vend që të kalonim një kopje të x-it, të kalonim adresën e x-it. Dhe nëse ne kalojmë adresën e x-it, atëherë automatikisht çdo veprim që do ndodhte mbi këtë adresë
i bie që do ndodhte mbi vet katrorin në memorie ku ndodhet x-i dhe automatikisht do ndodhte vet mbi x-in. Nëse kalojmë ref keyword nuk kalojmë kopjen, por kalojmë referencën dhe çfarë do modifikimit që bëjmë mbi këtë adresë pasurion tek variabli x, siç e tham. Dhe për të kaluar referencën e një variabli përdoret ref keyword. Le ta shikojmë një shembull konkret në Visual Studio. Tani jemi në Visual Studio, le t'i fshijmë këto. Krijojmë një metodë e cila është void dhe ka emrin change value, do marrim një integer x dhe thjesht do themi x është e barabartë me një vlerë dhe pastaj do bëjmë return. Këtu lart krijojmë një variabël x që ka një vlerë të caktuar dhe thrasim metodën change value dhe kalojmë x-in dhe bëjmë console write line x. Tani po ta ekzekutojmë që ta shikoni dhe ju vetë. Kemi printimin e 13-s, pra x-i nuk është 92, dhe pse u ekzekutua kjo metoda këto që normalisht sipas logjikës njerëzore duhet që ta ndryshonte x-in ta bënte 92, realisht nuk e bëri. Pra printoi 13-ën. Dhe si rezultat ne shkruajmë para x-i shkruajmë ref dhe këto shkruajmë ref. Në këtë moment kemi thënë se kemi një parametër i cili është i tipit integer, por ne duam të kalojmë adresën e këtij parametrit. Dhe këtu du ta specifikojmë ref që të themi po kalojmë referencën e x-it dhe në momentin që bëjmë këtë gjë, po ta ekzekutojmë do jetë x-i do jetë 92. Ja tashmë është ndryshuar sepse te change value është kaluar adresa e x-it me referencë dhe kur kalon këto çdo ndryshim që ndodh mbi këtë adresë do ndodhi mbi vet x-in. Dhe në këtë moment është ndryshuar x-i, pra është bërë 92 dhe kemi rezultatin e pritur. Kjo është pak a shumë logjika ref keyword. Ref keyword ka momente që ndoshta mund të sillet si out keyword. Mund të marrim edhe një shembull konkret dhe ta ilustrojmë se çfarë duhet të them me këtë. Supozojmë se përsëri kemi atë metodën add e cila do mbledh dy numra. Tani do mbledh dy integer, shkruajmë ref, po them int shuma. Dhe do them shuma është e barabartë me x plus y. Është e njëjta logjik, vetëm se në vend të out kemi ref. Tani këtu po krijoj edhe një tjetër, int y është e barabartë me 62 dhe këtu krijoj edhe një shuma të cilën duhet ta inicializoj me një vlerë fillestare të çfarë doshme, ja u sarion tani sepse ekzekutoj metodën add xy ref shuma dhe në fund printojmë shuma. Le të ekzekutojmë programin dhe po të shikoni printohet 75, pra printohet shuma e 13-s me 62-shin. Tani çfarë ka ndodhur konkretisht? Përveç se është deklaruar dhe inicializuar dy variablat e para, kemi deklarimin dhe inicializimin e një variabli tjetër. Dhe pastaj këtë variabël e kemi kaluar me referencë, e kemi modifikuar këtu dhe me sen se thame me përparan që kur kalojmë referencën, çfarë do lloj ndryshimit që ndodhen mbi këtë variabël reflektohet më lart, atëherë dhe normalisht ndryshimi këtu që i ka ndodhur variablit shuma do reflektohet edhe tek shuma më lart dhe nuk do jetë më 0, por do jetë 75. Tani lind pyetja, pse është e nevojshme ta inicializojmë dhe ku është problemi nëse e bëjmë kështu? Ja, po ta shikoni, kemi një error dhe thot use of unsigned local variable shuma. Çfarë do thot kjo? Në momentin që bëjmë deklarimin, ja u kam sqaruar dhe më përpara në konceptin e deklarimit dhe inicializimit. Kur bëjmë një deklarim, nuk i kemi thënë kompjuterit që vendos vlerë, i kemi thënë thjesht që krijoje ose bëje gati një katror të nevojshëm në memorie, sepse duhet të sjellë një variabël ose një vlerë integer dhe ta vendosin në atë katror. Dhe në këtë moment kur bëjmë deklarimin, realisht kompjuteri nuk është se ka krijuar adresën e atij katrorit. Thjesht e ka allokuar memorien, pra nuk ka një adresë konkrete dhe adresën e gjeneron vetëm në momentin kur ne i japim vlerë. Në këtë moment, pse gjeneron adresën? Sepse ai katrori në memorie automatikisht do marrë një adresë që referohet vlerës 0 ose vlerës 10 ose çfarë do lloj vlere që ju doni të vendosni këto. Prandaj duhet ta inicializojmë këtë gjithmonë, se po nuk e inicializuam, nuk e dallon dot se ku është adresa e kësaj shuma, përderisa nuk ka asnjë vlerë dhe në varësi të vlerës referohet adresa. Tashmë kjo është funksionale. Në këtë moment refi ka sjelljen e outit, por asnjëherë
mos e mendoni se është komplet e njëjta gjë, sepse edhe Auti vetë vepron mbi referencat, pra mbi adresat, por që në momentin kur doni të kaloni parametra dhe t'i ktheni përsëri mbrapsht, përdorni out. Rreth e përdorni për shembull nëse doni të kaloni variabla integer ose double që doni t'i kaloni me referencë këtu poshtë. Për shembull për të optimizuar programin ose në ndonjë rast tjetër. Megjithëse nuk është shumë e përdorshme që të kalohen me ref paktën them integrat nëse në një numër të vogël, sepse kopja atyre nuk është se do rezultojë në një humbje të madhe performance. Tani të kalojmë edhe tek pjesa e fundit që është params keyword. Lind pyetja, po nëse ne duam që të kemi një metodë e cila do llogarisë mesataren e në numrave. Si mund ta bëjmë këtë? Po jap emrin average për mesataren. Tani këtu nëse do themi dua mesataren e dy numrave, do shkruaj double x presi double y dhe do gjeneroj mesataren e të dyve. Nëse dua për 3 numra, më duhet një metodë tjetër me një emër tjetër i cili do marrë 3 numra. Nëse më duhet me 4, edhe kështu është diçka shumë e komplikuar sepse në varësi të numrit të parametrave, aq metoda do kemi. Kjo nuk është as pak eficiente. Mund të vendosim sa të duam në argumenta. Dhe çfarë duhet të them me këtë, le ta shikojmë. Për momentin tek lista e parametrave të shkruajmë params. Çfarë argumentash duam të vendosim? Me se ne do gjenerojmë, po them, mesataren e numrave integer, do vendosim int. E shënojmë në trait array dhe po japim një emër data. Tani çfarë kemi bërë? I kemi thënë që në metodën average unë mund të vendosi sa të dua elementa të tipit integer. Mund të vendosi 1, 2, 3, 4 e sa të dua unë. Edhe këta do kalojnë në trait array. Pra, prandaj kemi specifikuar int në këtë trait, sepse do kalojnë në trait array. Dhe me se do kalojnë në trait array, tashmë ne mund të krijojmë një double shuma që është të barabartë me 0 dhe thjesht tashmë është logjik matematikore. Dhe do kemi for jashtë më vogël se data pick length. Pra do fillojmë nga fillimi pozicioni i parë në array deri në fund dhe çfarë do bëjmë? Do bëjmë shuma plus baras me data në pozicionin e it. Dhe në fund do bëjmë return, por me qenë se nuk e kemi vendosur se do kthej një double, dhe ta shkruajmë double return shuma pjesëtua për data pick length, pra gjatësia e vektorit, sepse kjo është mesatarja. Dhe tani le ta shikojmë se si funksionon kjo. Console write line dhe po them mesatarja e vlerave 3, 9 dhe 7 është, dhe këtu vendosim mesataren average, dhe po ta shikoni tashmë këtu merr një params integer dhe vendosim 1, 3, 9, 7. E mbyllim këtë dhe jemi në rregull. Le ta ekzekutojmë programin dhe po të shikoni mesatarja vlerave 3, 9, 7 është 6.3. Pse kemi specifikuar 3 argumenta këtu? I kemi thënë këtu që ne mund të vendosim sa të dua. Madje, po ta shikoni, mund ta bëjmë copy këtë, paste, këtu mund specifikojmë dhe një tjetër. Dhe këtu po themi 8. Le ta ekzekutojmë programin dhe po të shikoni tashmë mesatarja e vlerave 3, 9, 7, 8 është 6.75. Pra kemi një metodë e cila është multifunksionale. Pra vendosim sa të duam ne argumenta në të dhe përsëri do jetë i njëjti për rezultat. Pse? Sepse këtu kemi përcaktuar se do vendosim një array me elementa dhe array kam thënë që vendosim sa të duam ne integer. Në rastin konkret kemi vendosur 3, pastaj më poshtë kemi vendosur 4, mund të vendosni sa të doni ju. E njëjta logjik do jetë dhe përfundimi do jetë që do gjenerojë mesataren e vlerave. Kjo është përdorimi i params keyword. A mund të vendosim argumenta e parametra të tjerë në këtë metodë përveç se params? Po mund të vendosim, por duhet i vendosim gjithmonë përpara. Pra nëse do vendosim një string, po them message, duhet ta vendosim gjithmonë përpara. Para params, nuk mund ta vendosim mbrapa. Pse nuk mund ta vendosim mbrapa?
është pak a shumë e logjikshme sepse kompilatori nuk e di se sa vlera do hyjë në këtë metodë dhe përderisa nuk e di se sa vlera do hyjë në këtë metodë, ai nuk e kupton se cila vlerë do i përkasë këtij parametrit. Dhe si rezultat, duhet i vendosim gjithmonë përpara dhe kompilatori shikon. Unë e di thotë që argumenti që është vendosur në pozicionin e parë këtu i përket këtij parametrit këtu dhe pjesa tjetër që vjen mbrapa i përket pjesës params. Kjo është më e logjikshme. Këtu pastaj mund të përdorim, mund të vendosim një mesazh, një string të çfarë doshem. Ja, po ta shikoni tani funksionon, nuk nxjerr error. Pse? Sepse në pozicionin e parë kemi kaluar një string dhe pjesa tjetër i përket params keyword. Pra kjo është ideja e përgjithshme. Mund të vendosim edhe parametrat e tjerë, po se duam, double c, mund të vendosim sa të duam ne, por e rëndësishme është që params të jetë në fund. Pra besoj që me kaq i kuptuam se çfarë janë parameter modifiers. Ky është koncepti i përgjithshëm. Këto janë qëllimet kryesore që ne i përdorem siç ishin në rastet konkrete. Duhet fiksojmë shumë mirë se për çfarë përdoret params, sepse mund ta përdorim në shumë raste të tjera, sidomos kur kemi veprime matematikore që nuk e dim se sa vlera do hyjnë në metoda. Me kaq do e mbyllim këtë tutorial, mirupafshim në tutorialin e radhës.